Selamu alaikum hoxh. A u lejohet diasporës të marrin shtesa për fëmijë në Kosovë? Aleikum selam rahmetullah. Kjo varet prej ligjeve të cilat i ka në praktikë ose në dispozit Kosova edhe diaspora. Nëse e lejon ligji rregullorja e Kosovës që s'ka problem edhe pse po jeton jashtë me marrë shtesa për fëmijë në Kosovë, atëherë merr. Nëse ligji nuk e parashën diçka të tillë, thotë përderisa jetu marrë me një shtet tjetër dhe tu jetu me një shtet tjetër, atëherë atje po merr, këtu s'ki të drejtë me marrë domethënë dy herë, atëherë s'bën me marrë. Pra se përderisa ligji po ta thotë jo, edhe ti çosh bën një letër me dallavere kënë se jetu në Kosovë etj, themi kjo është rën, kjo është mashtrim dhe nuk lejohet. E njëjtë vlen edhe për pensionet e pleqve, se kemi pasur pyetje, nëse e lejon shteti, të dy shtetet e lejojnë diçka të tillë, atëherë nuk ka problem. Nëse e ndalojnë, edhe duhet me kalu në alternativat me dallavere, na themi është ndaluar, sepse dallaveria është ndaluar në Islam, sepse rana është ndaluar në Islam, sepse falsifikimi i dokumentave është ndaluar në Islam. Na nuk kemi ardhur si besimtar me bë fesad, me bë telash, me bë probleme edhe çrregullimin në fytyrë tokës. Kjo nuk lejohet. Allahu na ruajt.